Ky që shikoni në foto është një mjek sirian që ka punuar në spitalin Tishrin, spitalin ushtarak në Damask. Në kohën e regjimit, në atë spital janë vrarë me qindra e me mira njerëz. Ky bashkë me bashkëshorten e tij kanë qenë mjek në këtë spital. Sapo ra regjimi, morën Aratin jashtë Sirie. Shkuan në Yemen. Atje në Aden, para disa ditësh, del një lajm se dy grupe, si duket, përleshje në njëra tjetrën, disa plumba pra godasin mjekun bashkë me mjeken dhe që të dy ndërrojnë jetë. Ndërkohë, më pas dalin lajmet se ky kishte qenë pjesë e krimit në Siri, saqë një familje siriane i kishte marrë $15,000 vetëm që ata të shikonin fëmijën e tyre. Jo që nuk i kishte leju, jo që nuk e kishte majt fjalën, por edhe i kishte kërcënu më pas që do t'i dërgonte, pra do t'i informonte për ta tek shteti. Subhanallah. Prej kësaj ngjarje, patjetër që njeriu nxjerr mësime. Zullumi, sado që të mundohesh me fshef, sado të mundohesh me ju ik njerëzve, duhet ta dish se nuk i ikën dot Zoti gjithësisë. Nëse mendon që shpëtove, këta menduan se shpëtuan, pra shkuan në Yemen, filluan pra një jetë të re të thuash. Subhanallah. Vjen atje ku je. E ky është mesazh për gjithë ata të cilët bëjnë padrejtësi, kanë vjedh, kanë grabit, kanë dëmtu tjerët, kanë prek nderin e tjetrit, pasurinë e tjetrit, duhet ta dinë se kanë me dhënë një ditë llogari. Nëse shpëton këtë dynja, nuk shpëton botën tjetër. Allahu na rujt, kujdesni nga padrejtësia, thot profeti alayhis salam, se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, siç kuptohet për një ajeti, se me të vërtet zullumqtarët, të padrejtët, nuk shpëtojnë. Nuk shpëton ai. Si në këtë botë, por Zot na ruaj, nuk shpëton edhe në botën tjetër. Prandaj, çdo njeri që ka bërë padrejtësi, duhet me reflektu. Allahu e përmirësoft gjendjen tonë. Amin.